Pylli i sodës, një nga pasuritë natyrore më të rëndësishme të qytetit të Vlorës, prej vitesh është përballur me ndotjen masive nga mbeturinat. I krijuar dekada më parë nga vetë qytetarët për të mbrojtur zonën nga era dhe rëra e detit, pylli me një shtrirje për rreth 5 kilometrash dhe 550 hektarësh, sot në disa zona në brendësi të tij, është kthyer në një vend grumbulli mbetjesh, pavarësisht ndërhyrjeve të vazhdueshme dhe thirrjeve për ndërgjegjësimin e qytetarëve që të mos hedhin mbeturina. Situata vijon të mbetet problematike. Siç duket edhe nga pamjet, në brendësi të pyllit gjenden mbetje të hedhura në mënyrë të pakontrolluar, duke dëmtuar rënd mjedisin dhe imazhin e kësaj zone. Ditën e sotme, Bashkia Vlorë ka ndërmarrë masa për të kufizuar hyrjen e automjeteve në brendësi të pyllit. Përmes ndërhyrjes me ekskavator janë hapur gropa dhe pengesa, me qëllim bllokimin e automjeteve që përdorin zonën për të hedhur mbeturina. Banorët e Vlorës shprehen të shqetësuar për gjendjen e pyllit të sodës, duke theksuar se dikur ai ishte një nga zonat më të bukura dhe më të frekuentuara të qytetit, ndërsa sot është kthyer në një pikë problematike, ku mbeturinat hidhen pa kriter, por ka edhe banorë që shprehen se nuk kanë parë më të hidhen mbeturina. Gjithsesi, institucionet duhet të marrin masa ndaj shkelësve. Po tash ti pre his bëj pa hani Stavrosit, pa zot. Ktu ka qenë mushkëria e Vlorës, ktu ka qenë gjithçka, ktu pylli nuk është i asnjëri, pylli ishte i gjithë Vlorës, më përpara u ndërtua pylli, pastaj u ndërtua ishte soda kaustike, ishte oksigjeni i gjithë kësaj këtu. Tash ti është pa kushtmos. Janë bërë disa pastrime kështu nga bashkia na për këto sishit. Qa po më thona si nga bashkia ajo, këto janë rralla me mbretër. Këtu do gjithu burimi kush i hedh qa bëhet, lere pastrimi, nuk duhet vej deri te pastrimi. Do ruajtë më përpara. Qa mase, po qa mase, po masat janë shumë të thjeshta, gjithë kjo farë policie bashkiake, gjithë kjo farë taksa që paguon shteti, gjithë andea, ku kalojnë, qa do bëjnë kaq, aty një ka qenë këtu, një roje ka qenë për tërë pyjoren, dhe nuk prekësh një gjë me vogël, një flep pishe, nuk prekësh. Jo të ashti, taksat e popullit paguajnë gjithë andej dhe s'kanë mundësi. Ata beterë, ma vri ka qenë, para 20 vjetë që kam ardhur unë. Po kishte këteja, që nuk ishte këteja. Pasaj në fakt nuk ka qenë kështu, po i kanë sheshuar me skrep ata që kanë prur në formalitet të mirë. Tu keni parë që vinë bashkia apo institucionet tjera që e pastrojnë? Kam parë. Po, ka pastrus. Ka pastrus në këta me veshje originale që janë të kësaj natyre, po ka edhe me aksion. Cila është zgjidhja më e mirë? Që nuk penalizohen ta Po kush i kap ata? Ka burgonet i kap. Ai nuk vjen kot për shtatë, nëse puna ime. Që vajtan çika aty. Ti vaj një kafe dhe po dal për çep, do vetë shpitani. Ata vinë në kora jo të shtatë. Kishë gjendot. Ne këtu kemi pasur takazan të lezetshme këtu para 2 vjetësh. I shqyen, i muarën, i bën, i shitin prekur. Aktualisht nuk ka asnjë kazan fare. Në ata lezetshme të bukurit, me 2 bullona atje, dhe ishin si botë arburi dhe jot këtu tash. Edhe ata i shkullin i ben, po në përgjësi, tani njerëzit janë disiplinuar dhe nuk para hedhi këteja. Dhe ju po të vini veshën, shikoni, me zor do gjesh një plastik, po mbeturina këshu me mjetë e joja. Po jora ajo është tu, po qa hap gropa ati bloko rrugën kryesore, ati paguajnë taksa që hedhin mbeturinat, po kapi dhe futi gjob ati që hedhin mbeturinat. Po qa normal ati, ku din se marrë vesh. Ma se din më mirë ata që e kanë bërë, që e kanë mbyllë. Penalizon kjo biznes e kush? U penalizon, po si s'penalizon, me qatë njerëzit vinë me makina këtu që bimë plazhe. Me qatë vinë. Ai që hedh mbeturinat ka mënyra tjetër për ta... Po që mere gjobit e bëj qatë duash atje, shte ka gjitha ato